Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. Si fillim, lejoni që ta bëj falënderimin për sponsorin gjeneral, i cili është Joni Ranch, që ndodhet në qytetin e Kamenicës, e që ju ftoj që të shkoni dhe ta vizitoni, sepse është njëri nga vendet më të bukur. Po kthehem tek mysafiri për sonte. Unë kam kënaqësinë, kam nderin dhe privilegjin ta kem Shpejtim Hysenin. Për herë të parë vjen për të ndarë diçka nga jeta, profesioni dhe misioni i tij. Shpejtim, mirë se erdhe dhe faleminderit që i the ftesës, po më fal, të drejtova me Shpejtim, edhe nuk thash prap. Mi mbrama, mirë se gjej, unë jam Shpejtim Hyseni fillimisht, ata titut i kam bërë unë, jo titut mua, kështu që jemi në rregull me Shpejtim, pa problemeq. Unë e di që ki që ka me thonë edhe me dhënë në media, duke qenë edhe vetë pjesë e televizionit dhe strukturave televizive, kur s'ke ndodhur diçka të rëndësishme mbi familjen, jetën, për te kamerave dhe medias, fillimisht po du me ditë pse? Jo gjithçka duhet mu tregu, ose jo gjithçka është çka tregohet, por unë kam tregu nga vetja ime përfshirë dhe pjesën fëminisë, atë pjesë që kam konsideruar si të vlefshme, si të dobishme për të tjerët, si diçka që mund të hyjë në punë të tjerëve, por gjërat që janë tepër personale si kam dasë, se kam pa të arsyeshme të nevojshme, janë thjesht të mijat edhe i mbaj për vete, jo gjithçka duhet me nda pa tjetër me të tjerët në publikun. Gjërat e mëdha, qofshin ato të fëmirisë, apo gjatë kohës kur ne vazhdojmë të rritemi, mbahen për vete dhe ndahen vetëm me një rreth ngushtë të miqve, ose vetëm familjarëve, kështu që ma mirë me lënë diçka në fshehësime, me lënë diçka të mbajtur në atë kornizën, ose në atë pjesën private që e mbajnë. Me nxit korreshtin e tjetrit, po jo diçka që nuk duhet me o thonë, ose me o tregu, ose me shfaq. A thë që nuk thuhet kur gjohen në televizion, a? Jo, thuhet shumë çka, edhe këtu ka çka për të thënë, por me të thënë ato, si që thash, ato që janë të dobishme, të hajrit, të nevojshme. Jo ato që nuk i duan publikut thjesht. Është çështje personale private, gjithsesi për ne që nuk duam ta ndajmë gjithçka. Nisim me folë mbi fëmirin, do më thonë, për fëmirin, rënjet, fëmirin, që kam vetë prej asaj kohës, e di që kam e këthuj shumë brava, po është gajja e rëndësishme për mu këthuj, sepse menoj që se cili për njesh kemi nga një fëmijë të vogël brenda. Po, Shpejtimi e ka atë pjesën e këndshme të vetë në fëminisë, Shpejtimi... Edhe regjia për në shëtëra me fotografi që t'jatë... Rallë, këto janë... Jo rallë, po është hera parë që... I sheh dikush këtë foto përveç pjesës familjare, pjesës ngushtë familjes. Këto është Shpejtimi kur veç se ka nis me hecë, edhe veç pak me këshirë me hollësi, në të dy fotot, ato meme, ato së cusnë, ato se ato që i thuhet, ashtu janë të lidhura për teli që në mos me hurzu. Thjesht me bo foton, dhe njëra foto është në shpinë time në Pogrash, njëra është e dajtë e mi në Donocë. Edhe janë dy kujtime jashtëzakonisht mira, jashtëzakonisht që unë shpesh i shoh albumet e mia, edhe thjesht me kujtua Shpejtimin që e thamë fillim që kemi Shpejtimin e vogël, Shpejtimin e fëminisë. Unë Shpejtimin e kujtoj si një biciklist gjithmonë. Një biciklist i cili biciklet ka pas qysh në formë moshë hershme të fosh po të fëminisë. Gjithmonë falënderimit prindërve të dyve me thek gjithë babit i cili ka plotsu atë sa ka pas mundësi po thuaj se çdo dëshirë timen, dhe këto rroba që për kohën nuk janë qenë edhe aq lira në varfëri që ne kemi kalu si familje, po si çdo prind, që pak foton e parë është pa të mbathura heq, me çorapa veç, foto dytë i kom një farë sandalle me thonë pak që në përputhje me standardin. Po do me thonë atë pjesën që prindrit nuk kursejnë asgjë, asnjëherë të vetme për fëmijët e tyre, edhe janë të vetmit pastaj mësimdhënësit ata që nuk ngopën asnjëherë me të arriturat e fëmijëve dhe nxënësve të tyre. Në këtë kontekst dhe prindërit e mi edhe tash unë nuk kursej për fëmijët e mi, siç ata nuk kanë kursuar për mua çdo gjë që kanë pas mundësi. Po jo çdo herë çdo gjë është e mundshme, duhet kërkesat të jenë përputhje me kohën, përputhje me mundësitë, të jenë realiste, edhe të mos jenë të kalueshme se pastaj lëndojnë pjesën me fisnike të prindit, lëndojnë shpirtin i cili nuk ka mundësi me të dhonë gjithçka, po me mujtë edhe zanën ta kesh dhënë.
Shpejtim, kur flasim mbi fëmirin të ande, mu më bënja dhe përshtypje dhe jashtë drejtat televizionit që flet me një studi nostalgji shumë të madhe, sepse shpeshherë kam mendu edhe duke të pa edhe në ekran, edhe si shikues, kam mendu që ti ke me thonë diçka dhe për te titujve, për te që aty në mureve që i kemi vendosur nga një herë. A është e vërtet? Po, ka me thonë gjithçka. Unë fëmin time, si qëto i rritur, e kujtoj me madhe, kujtoj me atë nostalgjin, me atë pjesën që ka kalune për një rrugë jo fort të rehasme, jo fort të këndshme, me një varfëri si shumica prej nesh, që shpesh ndoshta ja kemi dalë me ngop barkun mjaftueshëm me ushqim. Megjithatë falendërues e mirënjohës ndaj prindërve, ndaj familjarëve, për këtë shpejtimi pastaj me bicikletë, siç e përmenda. Bicikletë pra që prindit, pra kjo është në shtëpinë time po graq, që prindit i është dashur shumë me kursy në kohën e vet, për me siguru këtë bicikletë për mua, sepse nuk kanë qenë të lira atëherë bicikletët si që janë sot. Sot janë shumë më të lira. A ke qenë kërkues në këtë rast që e ke marrë bicikletë? Ndoshta kërkues jo, po marakli po. Marakli shumë, edhe sot jam marakli i bicikletës, edhe sot nga bicikletën me endje, me pasion. Po, si fëmijë i vogël në këtë pjesë, domethënë kur e kujtoni edhe sot, a mendon që ndoshta ju ke bën një farë aty për me pas s'kisha thonë ndoshta. Se nganjëherë disa dëshira të mendoja janë apo. Ndoshta barë s'kisha thonë, po si thotë shpreha qefi më i madh se Stambolli, ndoshta nuk e mbaj mend, po ndoshta e kam kërku, por nuk e mbaj mend ta kem kërkuar një gjë, po kam shfaq dëshirë, kam shfaq interesim, kam shfaq talent në ngasjen e bicikletave të tjerëve me siguri, pastaj që prindi ka vendosur me ma siguru dhe bicikletën për mua, edhe po them gjithmonë mirënjohës e falënderues që ata dikur kanë lënë një kafshat për gjysmë për neve, për mua dhe vllahun si fëmijë, siç bëjnë sot për fëmijët e mi, lë vetën mangut, lë vetën pak keq ndoshta, për të ofruar dhe mundësu gjithçka që është mundur për fëmijët e mi. Kështu janë prindërit, ndajnë me fëmijët e tyre edhe gjysmën e jetës ose edhe të rjetën, po që nevoja, dorë Zotit mos vi deri aty. Po si fëmijë i vogël dikur, a ke qenë kështu kaq i harashëm, i dashur edhe i mirë me të tjerët? Domethënë nuk mbet hatër asnjëherë. Kjo më bën shumë përshtypje. A ke qenë edhe fëmijë i vogël kështu? Po më thonë që po. Më thonë që po, kam qenë i afërt me gjithë, kam qenë i dashur për gjithë, sepse jam rritë dhe jam edukuar në të frymën që me nda me të tjerët nëse s'ke ma shumë buzëqeshjen. Nëse ke një bukë, si që themi në gjumë pëllore të krypur me sheqer, me nda për gjysë me atë që nuk e ka. Dhe më në këtë kuptimën kam ndonë gjithë shka me të tjerët dhe kjo më ka bërë me më shumë vlerat e ata, më ka bërë me më lërsu, me më qmu, me më dash, me më nderu, të njëjtën e bëj edhe sot. Dhe më kur nuk kam diçka më shumë, një buzëqeshje e qoj të këtjetri, një gëzim e qoj të këtjetri, nëse nuk muj me që gëzim mundohana ose kujdesur që mos qoj hidrim, mos qoj mërzi. Kështu jam kujdesur gjithmonë, këtë frymë jam rritur, edhe në këtë frymë do të vazhdoj t'i rresja dhe t'i edukoj edhe fëmijët e mi, edhe po mendoj që po bëj më të mirën e mundshme në këtë drejtim që ata t'jenë të tillë, t'jenë edhe më të mirë, t'jenë edhe më të afërt, t'jenë edhe më të dashur për veten dhe për të tjerët me theks, dhe kështu me njëri tjetrin të ndajnë spari vëlla me motrën, pastaj edhe me të tjerët gjithçka që kanë. A është ky aksesorit më i rëndësishëm që e bart edhe sot? Mirënjohja, buzëqeshja, falja. Po. Ka si pasojë e fëmirisë, e rrugtimit, e formimit të karakterit? Po, mu më kanë rritë të jemi ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm. Kur je ndërgjegjshëm, pastaj je i përgjegjshëm. Këtë frymë të qenit të ndërgjegjshëm, pastaj të përgjegjshëm e përcjellet tek fëmijët e mi. Ata janë të tillë, ndjejnë keqardhë kur bën diçka që nuk duhet të bëjë. Janë falënderues, janë mirënjohës dhe në të shumtën e rasteve merrem me vesh, si thot populli, me sharete, me gjeste. A jemi në rregull për me ardhur te kërkesa apo jo? Ata marrin vesh se jemi në rregull apo jo? Edhe aty e lëmë ose vazhdojmë punën tutje e krymë nëse është e mundshme me u realizu atë ajo ose ato që ata kërkojnë varësi për i kërkesave dhe nevoja tyre. Por ndryshe kështu jam rritë edhe unë. Unë në syje kam pa prindin, a ka mundësia jo dhe nuk e kam gushtu ma tutje. Për pos bicikletës? Për pos bicikletës, për bicikleta edhe për saj, për bicikleta edhe për saj të dimnit, po babi im nuk është kursy. Dëmon, e majnë men saja ma dje ka kushtu heq me pak se 100 markat këty në hershit, që ndoshta sot i bjen
hiq pa pik dyshimi një 300 euro shimirë, nëse jo ma shumë, dhe më thonë, veç për saj, për mu i ka nda babi jem për me blim mua, dhe më ka qu qaq gatu sa me vite, dhe më thonë jam kujdes qaq mirë, qaq shumë, si për bicikletat, si për sajën, përveç kur nuk më ka një vjedhër. Bicikletat e kam një tradit të keqe me bicikleta, sa jam marakli, nuk kam guzu dhe shpesh, më guzu shumë për to se më është dëmtu shpejt, ose më kanë vjedh fare. Unë jam shumë i kujdesë me i ruaj gjërat, i ruaj me... Fanatizëm. Në të kuptimi po, përkresh me fanatizëm se janë dhërat që duhet me urujt, janë mund, janë djerë se tjetë, edhe ti po e qove dëm, të regon mos minjoj, të regon një falenderim, edhe nuk të regosh që je njeri i mirë ndaj atyre gjërave që të ofrojnë të tjerët, asa kanë mësi se me të ofru dikush diçka, pa tjetër duhet me ndonë nga vetja. Në më këtë bëj sot. Nëse unë të ofroj ty diçka, atë e kom ndonë nga vetja, dhe ti duhesh me çmu, duhesh me lërsu atë pjesë, përgjithësi, mos me marrë shembull tash me këtu në tipu, kështu e përcjell tek fëmijët e mi, kështu e përcjell tek miqtë e mi, kështu e përcjell tek gjithë ata që më njohin, se gjërat që janë amanet, që janë dhuratë, duhet me vlerësu, duhet me u çmu shumë. Edhe mos pëlqefshin qatë shumë, edhe mos t'i përmbushin nevojat tua qatë shumë, mjafton që dikush për atyre 2 çorapave që e ka njërin të ka dhënë ty, për atyre 2 dorëzave që e ka njërin të ka dhënë ty. Ose një pal trenerk ose një pal pijama që i ka ndaj për ty, e kalon vetëm, ndoshta kjo që i ka ndaj dëmo për ty. Më e rëndësishme është e ngrohtësia shpirtërore që dikush që ta jep, fillimisht, se sa ngrohtëja që ta jep dorëza ose çorapa ose një diçka dhurata tjetër. Shumë e bukur. Edhe ndër gjithë këtë bisedë gjithmonë ka këshilla dhe jashtë televizionit që ti dini mi selektu edhe mi bëj çaq të bukura. Për këto ju vlerësoj shumë gjithmonë, ju e dini. Faleminderit shumë, po ti di pak me të lëvdu kështu më shumë se që duhet, unë uroj ti meritoj këto fjalë të mira që ti thu për mua. Po jo një tha me shpirt. Vërtet unë veç du që vërtet jem ashtu, siç thu ti dhe siç thonë edhe mendoj. Unë gjithmonë e them të vërtetën. S'po dyshoj, s'tem që as tash nuk thash që nuk e tha, po se di. E di, e kuptoj pjesën e modestisë tënde, kështu që gjithmonë du më koni tillë. Edhe gjithmonë kur për tokë gjithmonë. Komplimentoj për diçka që ngjashme të ndron temën edhe nuk flet. Flasim mbi shkollimin, tregon këtë rrugë të rëndësishme, tregon mbi këto sfidat, kush ka qenë pjesë e atij rrugtimi të vështirë. Deri në klasë 5 jam shkolluar në fshatin tim të lindjes në Pograzh, fotoj radhës me është interesant të më theksu shpejtim për fotografit. Po, është mësuesi im i dashur, me emrin e mbiemrit herojit ton legjendar të Pushës, po kjo është heroj gjallë i Penës. Emrin e ka Adem Jashari, edhe mësuesi im i klasës parë deri në klasën e 4. Deri në klasën e 5, do më në bëhet fjalë për shkollën fillore Liria në Pograzh, foto ku është bërë kjo në oborin e shkollës. Falë Zotit që gjithë për tyre janë gjallë, po ndoshta 3-4 për tyre janë këtu. Krejt janë mërgjimtar tani. Dhe më thonë që i mbaj mend edhe emrat që të njerë? Po, me krejt jam... Me krejt, nuk jam lidhje, po me 4-5 për tyre që kanë mbetë në Pograzh, kemi kontakte me ta, me ata që janë jashtë pak. Dhe më thonë të gjithë tashme veç janë në botën e jashtë, me kanë marrë rrugën e Gobetit. Me gjithat, tek pjesa e mësuesit, është 80 diçka vjeçar, unë e kujtoj me shumë mall, me shumë respekt, është i gjallë, kuptohet e pjesë ende, falë Zotit, do është të jep shëndet dhe jetë të gjatë, po ka qenë vërtet një mësimdhënës i përkushtuar, atëherë 2 paralele, dhe sot ka 2 paralele me pak nxënës, kemi qenë para 1, jo para 2 në fakt, edhe para 1 ka qenë mësuesi Saqep, kjo është mësuesi Adem, deri në klasën e 4, deri në klasën e 5 dhe 7 që kemi kalu, kam jetu në Pograzh, pastaj për të ardhur me familjen në Prishtinë. Një foto interesante ata që na shohin online, ose në drejt për drejt, ose në përjetët pasaj sociale, kam qef me përcjell ndjenja, emocion të ta, se vërtet kanë qenë meq, edhe mbetën meq të mirë, edhe me keshat mirë, edhe pse me ta ka vite, ndoshta që s'imi takuar. Tash, jo, ke dhënë një hapësirë me të pa në media. Kjo është shumë e bukur. Po, shpejtimin... Që të flasim për çështjen e kësaj, po më intereson rrugtimi. Po, shokun shpejtim, shokun e shkollës mund ta gjejnë në Prishtinë, në televizionin njëni për televizionin ku punoj edhe në sot të vëpendimi, dhe rrugtimi është as pak i lehtë, mund është me pa prej veshmbathjeve se për çfarë varfëri bëhet fjalë në atë kohë. Dhe më thonë,
vërtet një jetë e vështirë, po me plot vullnet, me plot elan në formësimin tonë, që ne t'jemi dikush i sot. Shumë për këtyre meshve kam dëgju që kanë arrit të bëhen dikush i diku, qoftë këtu, qoftë jashtë. E më rëndësishme është që pjesa e mësimdhënësit të mos humbet kur, arsimtarit e mësuesit Adem, ngrosisht e përshëndes, edhe duhet të përmend një gjë të rëndësishme të kjo pjesë, kur kam nisur në rrugtimin e parë Media Lab, bëhet fjalë për një radio televizion i cili i ka hapë dyrët e medias për mua, me shumë falënderim, me shumë njohje, e përmend edhe atë emrin në studio, është radio televizioni Liria. Shtëpia e parë për mua, sofra e parë për mua, dhe mysafiri i parë imi ka qenë pikërisht mësuesi Adem. Domthonë ka qenë emisioni im i parë, paraqitja ime e parë, mysafiri im i parë ka qenë mësuesi Adem. Premier ka qenë gjithçka për neve, një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, një ndjenjë, një emocion i veçantë. Me këtë kam pas me bë me dije vlerën e mësuesit, vlerën e mësimdhënësit, vlerën e dijes, vlerën asaj që unë diskutoj në për emisionet e mia, flet nga dietarët e televizionit fjalë, edhe tek fundjavë me profa tek radio televizioni Perëndimi që kam emision çdo të përëm të dhonë. Edhe domosdoshmë me mysafirë të ndryshëm këtë temë trajtojmë në të shumtën e rasteve, me ja bë me dije gjeneratave të tashme dhe atyre që të vinë se pa mësuesin, pa mësimdhënësit, pa arsimtarët, pa dije nuk ka të ardhme të ndryshme, nuk ka të ardhme të sigurt, kështu që miku më i mirë mbetet libri, mësimdhënësi, prindi pas emocion shumë. Po në këtë rrugtim po më intereson shumë, kush ka qenë shtyrje shumë e madhe në atë varfëri të madhe? A ke pas dikon që ti je mbështet? Jo, prindrit gjithmonë. Prindrit kanë qenë ata shtytësit mbështetësit kryesor, të cilët edhe me atë gjendje të vështira ekonomike më kanë dërguar në shkollë, më kanë bletë rroba të veshmbathë që kanë pas mundësi, edhe nuk kemi pas ato ngacmimet ose bullizmin që ne sot e kemi, që mësë me guzu me shku me ato tesha në shkollë, se të kanë ngacmu tjerë, gjë për kundrazi. Ju kanë ngacmu të tjerë? Jo. Pavarësisht kemi qenë në atë nivel, që nuk kemi pas kohë me ngacmu njëri tjetrin në këtë drejtim, por megjithatë shkollimi ka qenë edhe mbetet ai qëllimi kryesor për tek shtytja e prindërve tek shkollimi, po kthena pa komentuar fotën në fjalë e shkollës mes, por për vite e fakultetit, ku në 2 vitet e parë fakultetit i kam kry në afat për çështje mos kuptime, se keq kuptime, se mos pajtimi me një profesor, pa ta ndërpres studimet, gati një vit pa ta pauzu, ishin prindrit ata që më shtynë përpara dhe më bën me kry fakultetin e gjuhës shqipe, pastaj edhe krema dhe masterin e letërsisë shqipe, studium profesor magjistër masteri i shkencave të filologjisë, arsimtari i gjuhës shqipe, domthonë fal gjithmonë këmbguljes edhe shtytjes së prindërve. Ata kanë qenë shtylla dhe mbeten shtylla ime kryesore. Mbeten mbështetësit tim dikur edhe moral edhe financiar, sot edhe moral edhe veç Zotit dasht, a do dhe di me i shpërbly ashtu si që ata meritojnë, se përndryshe unë si prind edhe nuk besoj që ka fëmijë që mund t'ja jap hakun prindërve vetë për atë që bëjnë, ose që kanë bërë ata për mua dhe bëjnë të tjerët për fëmijët e tyre. Foton fjalë, është grupi recitatorëve. Kom kthim mbrapa shumë, profesor. Këgja, këtu jam në vitin e 2 ose 3 shkollës mesme, e qërëm Cabej, Gjimnazi Filologjisë në Prishtinë, jemi këtu në medrese në Prishtinë, grupi recitatorëve të shkollës mesme e qërëm Cabej, kemi recitu poemin kosovar, poemin e më të shkëtelit jam shqiptare kosovar, pra kosovar. Në kranë e gjatë timin kam një mikesh, ishtë detoresha dekasi Hona Lushtaku, tani deputete, për me sviparament, pas ta e kemi Anitën, gjithsesi i mbamen emrat e tyre. Shkurtën, Beratin, Valmirën, Burimin, Vlorën edhe Aida krejt këtu në fund. Domethënë krejt këta janë mes me të cilët pak kam kontakte, përveç me disa prej tyre, edhe është një kujtim jashtëzakonisht i bukur, me përmend faktin që kur institucionet tjera ishin mbyll, ishin pushtu, ishin mshel dyrt për ne shqiptarët, medreseja gjithmonë ka qenë e hapur për aktivitete të ndryshme, politike, kulturore, dhe ne kemi shfrytzu hapësirat e medreses Prishtinë, dhe këtu për nder të 28 nëntorit me siguri bëhet fjalë një recitimi yni, ose për një ngjarje madhore kombëtare, domethënë pjesë recitalit e aktiviteteve në kuadër gjithmonë, si në Pograq, si në Prishtinë kam qenë recitues i poezive, kam qenë shkrues i vjershave edhe i tregimeve të ndryshme. Fatkeqësisht një 2-3 fletore të vogla më kanë humbur gjatë lurë të shkrimet mia, krimtari ime letrare, po ato mbetën kujtimet e mia.
Interesant, në një rrugtim tash. Edhe ma interesant është që fotografit kemi mujtë me i siguru edhe për minëtir në... Po, interesant dhe kjo pjesë. Sepse këto fotografi unë nuk e kom pasë në rritet e tua sociale. Jo, nuk i ke pa, as nuk i ka pa kërkosh, as nuk ka me i pa. Ok, është ekskluzivitet i emisionit tënë. Për me përmen një diçka të rëndësishme, kur jemi tek shkollimi, labi ndërum, tek shkolla që më bëj prej shtëpisë ku kam jetu unë, për 4 vite rresht kam udhëtu 1 orë me shku në këmbë, 1 orë me u kthy. Tash në moment llogariti 4 vite sa bëjnë udhëtim, sot me veç më përmend dikujt 4 vite udhëtim që më shku me orë në këmbë nga 1 orë, e lën shkollën krejt edhe absolutisht. Sot me taksi po vinë të djera shkollës edhe nuk më kanë atë vullnetin, nuk më kanë atë elanin, nuk më kanë jo, kohët zbesoj që kanë ndryshu, për kemi ndryshu në njerëzit, jo për të mirë fatkeqësisht. Ndoshta ne kemi pasat mungesën e lirisë për cilën kemi bërë shumë, pra ne kemi pasat vullnetin e hekur të qelekt për me bërë diçka për këtë Kosovë të dashur, për me kontribu si cilë si pas minës vetë për qlerimin e saj, për mbajtjen gjallë të ndjenjës, të emocionit, të adetarizmit, e kështu me radhë. Prandaj edhe recitimin fjalë ka të bëj me në këtë frymë, në këtë kuptim, edhe unë kam qenë gjithmonë pjesë e recitatorëve si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme. Dhe më gjithmonë e ke dashti me qenë profesor, me qenë arsim? Jo me dëmos. Jo me dëmos, jo, e kam dash arsimin shumë, prandaj edhe kam studiu për arsim, e kam dash letërsin me theks, gramatikën po se po, por letërsin më shumë, edhe prandaj edhe jam orientuar. Fakultetin dhe më dhënë 4 vite i kam kry për gjuhë shqipe, pastaj masterin për letërsi, e kam bë një kombinim gjuhë dhe letërsi, ose letërsi dhe gjuhë atëherë kanë qenë të ndara, tash nuk e di nëse janë të ndara, po është një gjuhë letërsi bashkë, po atëherë kanë qenë ndara dhe ndara si i kam studiuar. Gjatë këti rrugtime që po fletë me shumë, dhe me thonë malëngjim nëse guzoj që shumë. Shumë se jo pak. Esha. A ka pas momente që ke thonë që më po dorëzona? Po e la këto në mes? Jo, ato sfidat, ato peripetit, ato pengesat, gjeneratën tonë veç sa e kanë bo dhe matë fort. Për shembull, dhe nësi i ri ka marrë pjesë në protestat e nitetorit të organizuar nga studentët shqiptarët Kosovës, organizimi i parë, një farë rezistence, parë kundër pushtuesve serbe, dhe prej aty dhe më veç kemi një studje me e rinjallat aktivitetin tonë për të çlirim, për ato që jemi sot. Dhe më si cili si pas minus vetë ka bo ato që është ka mundune si gjimnazist, kam dalë, kam hudh gurë kundër policisë serbe, kam bartë qepë për protestuesit, kështu është dashtë. Dhe ka qenë e tilë protesta, edhe ata neve në kanë hudh me gaz lëcjelës, në kanë rrah me shkopa policisë, në kanë me topa ujtë, në kanë përplas për toke. Dhe e tilë ka qenë jeta në kohën time të shkollës mesme, se pasaj pjesë studentore e kam rri mas lirimit. Dhe si student jam viti pari studentve të pas lirimit Kosovës, po pjesë e shkollës mesme ka qenë kështu plot sfida. Në kemi bartë libra me Shqiponjë për para, abetarën ose librat e historisë, di që më kanë rrej policia, goxha mirë policia serbe, besë me kanë gjithë librin e historisë me Shqiponjë Kruqezi, nuk duhet kjo historia ashtu, geografia me Kosovën e ndame prej Serbisë, me Kosovën e bashkume mas Shqiprinë etnike që në njohëmi domethënë ka pas shpejtimi, keq trajtimi nga më të ndryshmet, por që nuk më kanë bo më drusur, për kundrazi më kanë bo dhe më këm gullës, edhe më të vendosur, për atë që ne të bëjmë diçka dhe ma shumë, për këtë këmbë të vuajtur edhe për këtë Kosovë të stërë vuajtur. E që fatë kësë sot, si jam i knaqën me Kosovën që kemi sot, me gjithat në politikë s'du më lëshu. Nuk i dhjetë mësoj kërë, se ma thënë nështë edhe mujnë me të politikë. Jo, asë në emision e kanë fjallën, po politikë me hi hitse në politikë, asë jetën e përtesë të zjesh prejhe, jo, e madhe shtipet. Mos e thu jo se deklarat ka gje fuqishme. Ja, mbetet, emisioni mbetet. Jo, kjo mbet, sinqerisht mbet. Ato që e them të thuat mbetet. Rëzia pa një postim pak më herët, këto është kemi të kjo kohë Gjenatës para policisë, për e pati një foto pak më herët të biciklistit, po, kjo, në Gjilan, dhe kjo është foto e bërë, pasione për bicikl e kam edhe sot e kësa ditën. E di. Edhe së ndalem heqë, kam vizitu qëto qytetë Kosovës me biciklet, kam shku derin Preshevën, Bejanov, Kosovës, Lindorës, Luginës, të sotme, edhe bicikletën së ndali as pak heqë, Prishtinë, Fush Kosovë,
rrethinat e ngushta, qytetet e ngushta i kam kështu hobi, domethënë për pikë qefi i bëj. Shpejtim është një rrëfim për te shpejtimit, domethënë për te gjithçka që të njohim edhe në publik. Kanë tentuar edhe shumë kolegë të mi për me fol për një temë të cilën ndoshta edhe dhem humbja e vllaut. Pse ti ke vendosur për mos me fol për këtë temë asnjëherë? Sepse kjo më bën përshtypje shumë edhe kur më pyesin, domethënë ju nuk e keni ndruar as edhe emrin në Facebook. Jo, për atë pjesë do të flas as sonte, ose do të flas shumë shkurtimisht. Si shumë familje shqiptare nën pushtimin e Jugosllavisë, ku do në trojet etnike shqiptare, edhe familja rënë ka pas fatin, në Thojnza, që vllau në dytë ta mbysin thjesht mjekët serb qysh në foshnjë. Do më pëjbi shkurt, s'pas zgjat shumë. Dhe nga dashuria e madhe e nënës për djalin e saj, i e kalon emrin dashnim. Okej. Edhe në mendjen, në shpirtin, në zemrën e saj, janë 2 dashnima. I dashnim që ndoshta është vrar, është mbytur prej mjekëve të kohës, të cilët kanë mbytur jo pak foshnja shqiptare, se i kanë pas problem shtimin e popullsisë shqiptare, me theks të djemve, dhe është e dashnimi tjetër i cili ka lindur i shnosh, diku rreth 5 kg, i trash, i koq, bucko, edhe ndoshta është marrë prej dikujt për të rritur diku. Ka ndodhur rëndom kjo, është përdorur si politik, por shumicën e rasteve meshkujt, po dhe femrat shqiptar janë mbytur nga ata që është dashur shpëtojnë jetë, pra prej mjekëve, që në betimin e tyre kanë shpëtimin e jetëve dhe jo marrjen e tyre. Domethënë kjo është historia që unë mas 44 vjetëve jetë, sa kam unë, po e ndaj me ty. Këtë histori e din jashtëzakonisht mjaft pak njerëz, edhe le ta di për publiku që familja e Shpejtimit Senit nuk është e vetme, po është njëra prej atyre familjeve që djali i dytë i është mbytur ose i është marrë për të rritur nga pushtetarët e atëherët serb, që më shumë dyshojmë që ndoshta është mbytur që fara shqiptare mos të vazhdoj të shtohet e të rritet në numër, por shtohet mundësia edhe që tjetë marrë edhe tjetë rritur. Ta është 20 din, ai dashnimi është nai diçka me veç atje, apo është A keni bë kërkime për këtë pjesë, sepse kur nuk e ke... A kam bë çka? A keni bë kërkime për këtë? Ja. Jo, këtë plagë nuk dojna me rikthyer. Nuk dojna me gërvish, nuk dojna me rikthyer, cila do të qoftë historia, Zoti e din vërtetën, Zoti e din më së miri për fatin ose fatkeqësinë të atij dashnimit, nëse është prej të mbyturve, do Zoti ta takojmë në xhenet, nëse është prej atyre dashnimeve të tjerë, do Zoti ta kthejë ai dashnimi që ka qenë, edhe se di, me thonë që meri taku atë dashnimi nuk e di, s'po guxojmë as mendoj atë pjesë, nuk e dihet. Do të thonë ju keni vendosur edhe emrin në Facebook edhe gjitha këto miliona ç'ashtu. Po, nuk e publiku të vllaut të ndjerë. Që për neve është, e dim që është i ndjerë, e dim që është i mbytur, është një prej qindra mijëra viktimave shqiptare nga pushteti serb. Mirë, po të nxjerrë prej kësaj situatë, sepse edhe mu më ke emocionu, me thonë të drejtën. Pavarësisht gjitha atyre intervistave që jep, këtë pjesë kur njëtë nuk e ke. Unë kurse kam përmend, absolutisht. E bona në respekt për ty dhe për shikuesit tuaj, për ndryshe se kam diskutuar me një numër jashtë. Është e rëndësishme për juve, edhe nëse thuhet edhe për këtë pjesë. Po ndjes ju keni dhënë diçka. Prandaj e thash, po, për këtë Kosovë ne kemi dhënë të paktën një, edhe pse për faktin që edhe gjyshi im ka qenë luftëtar i ballezëve në kohën e tij, domethënë ka mbrojtur kufirin shqiptaro-serb në Preshev, domethënë tek Hekurudha, udha Frengut që njihet sot e kësaj dite, domethënë Hekurudha, aty ka qenë kufiri i Shqipërisë dikur, me Serbin që ka ndodhur, pastaj historia ka bëu me ndodha që ka ndodhur. Babën e kom pas aktivist për çlirim të Kosovës, i cili ka vujt politikisht, dhe si familje pas e kemi bërë pasojat,
Unë një farloj adhetari, një farloj nacionalisti e patim, ato poezit e mija, ato angazhimet e mija, në protesta e kështu me radhë. Unë me një që ke arsye. Po, së që përshma, për asionet për tyre. Për rëfimi që të regoj për vllaun, të ke shumë arsye. Po, ajo pjesë ke me thjesht me me dije të tjereve që s'jam i vetëmi, por ka shumë shpejtime atjerë që kanë humbër, kanë dhënë më të dashur të tyre për këtë veri që... Por që ju keni vendosë për mësë me bërë zhurme dhe me marë flamuj për me thonë që e kemi donë diçka këti vendit. Pikërisht për këtë pjesë ndoshta për me nxjerrë diçka. Gjithsesi për nesh ka bërë me bon për Kosovën, ka bërë me bon për një shqiptar, dhe asnjëri për nesh nuk bon asgjë të jashtëzakonshme, përveç detyrës fetare e kombëtare që ne me i dalë zot vendit ton, kombit ton, dheut ton, shtetit ton, kështu me radhë. Kur kush për neve nuk bën kur gjë të jashtëzakonshme, edhe nëse vdesim, këtë jetë ne ka dhënë Zoti, ai na e merr, më nësi është me dek ndershëm edhe për diçka të madhe se sa ndrysh. Përmend edhe çështjen, domethënë punën e Zotit. Tregom lidhjen me ta. Sa ka ndihmu për me të kaluar gjithçka, sa herë që edhe merr frym. Jashtëzakonisht shumë. Dhe më pikë kthese tek krijuesi, fatmirësisht, ka qenë viti 2004, 30 e marsit, kur unë kam qenë në detyrë me polist tanë dhe të UNMIK-ut, edhe aty e kam kuptu që nuk jam kriju rastësisht, foto janë fjallë, pra në krye të detyrës, këtu është e sheshi të teatri kombëtar. Dhe kjo është momenti që... 30 e marsit kanë bërë që shpejtimi seni me u kthy kakilbla që shtot populli. Se aty, kam qenë angazhuar në 2-3 ditë rresht në stacionin qendër të policisë, edhe në La Flasel, këtu në rrugës që po vim bashkë të kjo rrjethi para se marrë në studio, këto ajo pjesa që ka qenë ngusht, aty kam qenë i përfshirë me KFOR-in suedez, me policinë e Kosovës, me policinë e UNMIK-ut, aty janë vrarë, në vetëm një natë të vetëm janë vrarë 3 vëllezër, edhe aty mendje që kemi shpëtuar vetën edhe të tjerët atë se kemi mund, edhe atë kohë kam thonë që po pështova i gjallën e mu këthy ka kibla po, dhe ka dërë Zotë jam këthy ka kibla, jam musliman atë sa jam i devoqën me di Zotë i këtë pjesë, që aje ka ndorë me vendosë dhe me gjyku, se kush ku qka tek, po unë jam falenderus shumë që ajo ka qenë dita ime kthesës, reflektimit edhe mundësi që Zotë i me ka dhonë me u bo kjo që jam sot. Në më letësimi madhë të qenit besimtarë, sepse aty gjenë aty që pa përjetu e thu këtë tjerve, duhesh me vu kry në seshde, duhet me kry lutjen tënde, me kry ceremonin tënde, për me përjetu atë që e përjeton një besimtar. Këtë ju thua të smurit, përdor të ilaqen, nësa nuk i përdor, a nuk shërot. Mënë edhe një besimtari, ose një besimtari, këtë ju thu që kjo është vlera e madhe, që nderi e madhe që Zotit e ka bo ty, këtheu kaj, pa e përjetu e këtë pjesë vetë. Interesante dhe gjithë kjo rëfim, që cilin unë shpesh herë po vazhdoj me thonë, shpresoj që nuk kom sjellë shumë emocione, për këto kërkoj shumë falje. Jo, pa problem. Gjërat janë për të thënë, edhe këto për të thënë betin kujtim, cili do qofte për mua, po edhe për tjerët. Unë falenderoj shumë që ti ndove diçka që nuk e kishe ndo kur njët, për asë edhe një shmim. Unë e këta i di, që të po këthejmë për të pyti për median. Televizionin, gjithë shka që je sot, për pos titujve, dhe me thonë të arsimit, gjithë shka që bënë për pjesë të televizionit. Po, që 3 vite po bënë pjesë të televizionit. Qështë ardhë kjo ide që me hinë në botën televizionit dhe medias? Ndoshta pa e ditë median, pa e... Jo, në provime për media si profesori kishë në fakultet, por nuk ishe e përcaktu më tek mediat. Po, për të bët diqka, gjithmonë e marat shembullin e Milingonës, e cila në zjarin e ndezër ndaj profetit Ibrahim, ajo ka bartë ujë dhe ka dasht me fik zjarin. Kur të tjerët janë talë, kanë thonë, qka do me boti me këtë ujë, thotë, kur gjë mos bëmë, mjafton të zotë që jam rështu në anën e duhur, në anën e të drejtës, në anën e vërtetës. Edhe une, me tema gjithmonë arsimin, me tema vlerën e mësimdhënjes, vlerën e dijes, vlerën e mësuzve, pa të cilët, asnjëri për ne nuk jemi rastësisht këtu pa ndihmën e tyre, pa të mësuesin tim të dashur dhe mjeshare që më ka kap lapsin me dorën e tij të madhe, dorën time të jom ka mësu me shkru, ty mësuesi ose mësuesja jote, gjithë secilin për ne është një mësues ose një mësuese, edhe pastaj arsimtarët, mësimdhënësit, profesorët e kështu me radhë, në këtë kuptim kam dashur me risjell në ekran vlerën e madhe dhe të pazavendësueshme që kanë mësimdhënësit dhe dija që ata neve na japin.
do më tash e 3 vite po bën me flet nga ditari në televizionin që përmenda edhe në fundjavë me profën tek RTV Pendimi, domethënë emisionet mia personale që kam trajtu musafir të ndryshëm, tema të ndryshme edhe në mesin e tyre ki qenë edhe ti si musafir po të zbëloj tek RTI-a, kështu që një kohë shumë e mirë që ne kemi kalu bashkë aty dhe kemi dhënë më të mirën e mundshme. Shpresoj. Unë nuk kam kësi barjera shpejtim, kështu që jemi në rregull pa merak. Ka linë kjo ideja për me flet nga ditari? Se mund pa të bëj përshtypje dikur flet nga ditari. Flet nga ditari, po secili kemi një ditar tonin. Secili kemi do fleta që ndoshta i ruajmë edhe si i bëjmë publike, siç i ruajta deri tash, edhe ti më nxorre ato fletat e mia nga ditari që si kisha shpalos në jetën time kur deri më tani, edhe se dia do ta bëj ndonjëherë. Po megjithatë, në këtë kuptim, duke nxjerrë në shesh flet nga ditari të gjithë secilit prej nesh. Gjithë secilit prej nesh me thonë diçka të hajrit, dobishme, të këndshme, gazmore, pse jo mos me ndodhe ndonjë kohë jo të mirë ose të tillë, në një rast në një situatë si kjo ime që ndodha, dhe thjesht me përcjell porosi, me përcjell mësime tek të tjerët që jeta ka. Sfida. Të poshza, ka përpjetza, ka rrafshi, ka gjitha ato, po nëse ne jemi të vendosur, nëse ne jemi këmbgullës, nëse jemi besimtar të fortë, devotshëm, kemi me kalu ato sfida, po dhe nëse ngecim nga njerën, do më thonë kjo që do më dështu, jo. Unë e përdori shpesh atë shembullin, njeriu duhet të jetë si foshnja gjithmonë. Nëse foshnja dorëzohet qysh në rrëzimin e parë, ajo s'mësohet me heckur. Edhe ne, nëse ne dorëzohemi në sfidën e parë, në ballavacimet e para, atëherë nuk mund të jemi personalitetet që jemi sot. Ajo që gjithmonë ka vë përshtypje, dalja jote në publik, në emisionin të cilën ke qenë dikur dikon, si një personi të cilën një shumë mirë median. Kjo gjithmonë ka pas lënë përshtypje. Çfarë ju kanë shkëndija që unë do të jemi njohur? Po, ajo është veni kur ne dy kemi ngritur të bazat e para të miqësisë, një miqësi e cila sot ka themele të forta. Po kemi qenë konkurrent. Ka themele të forta, jo s'kemi qenë konkurrent. Kemi qenë jashtëzakonisht, kemi qenë edhe jemi ende jashtëzakonisht mesë, kemi koordinuar, kemi pyetur njëri tjetrin gjatë gjithë kohës, i kemi dhënë këshilla, i kemi dhënë edhe vrejtje njëri tjetrin, kuptimin se miku mirë edhe të këshillon, edhe të ndalon nga diçka që ndoshta ty duket e mirë apo jo, dhe vjen tani mesë që po bajka ose s'po bajka. Përndryshe jo, konkurrencë kemi qenë, as nuk kemi, jemi shumë të mirë, dhe ideja kjo thjesht ne me qenë ata kontribuesit e pakt, ata të rreshtuarit të paktën në anën e duhur. Dashta, jo me mundësi me dhonë shumë, po sa do pak që e më konë e drejta e duhur. A e ke dhonë më të mirën me flet nga ditare? Jam mundu me dhonë më të mirën, kam pas musafir të ndryshëm, profilesh të ndryshme, si cili histori në vete, si cili flet ka shpalos nga flet nga ditari i ti ose saj, edhe ka qenë një periudhë shumë e mirë, shumë e këndshme për mua. Edhe tek, po thuaj se njëtën frime ka dhe emisioni fundjavë me profën, çdo të premte ora 8 në RTV Pendimi. Interesante. Aty parë jemi, aty parë jemi. Interesante do shta me lidhë me çështjen e asaj që ju e njeh një shumë mirë media tash. Domethënë kur shohin ekran është shumë interesante. E tash ke marrë provojë, po është interesante. Po tash më bën çefën edhe po më thrasin musafir, si punojohet edhe të tjerëve. Tash në po kujtoj që tash ja kanë nisur më rrit me anja pak shumë i mëshë, i dishëm, aty më rrishëm unë edhe tash. Ama me pas me don televizor kam qef, ti e di shumë mirë. Jo marakli televizorit. Me thonë drejtën sot në këtë ulse kam rreshtu për shumë arsye, për miliona arsye, por ajo që është thelbësore është miqësia që kemi kriju bashkë, po jo vetëm personaliteti, gjithçka që ti, do me thonë, ke dhonë dhe vazhdon për me dhonë edhe në media, sot ju keni kalu në një media tjetër, e që kontributi ju i besoj që, shpeshherë mendoj që kontributet tona kanë më po pas disa viteve në shoqërinë tonë. Kështu që nuk ju konftu pse jemi meq, ju konftu sepse mendoj që e meritani. Faleminderit. Unë gjithmonë thamë që uraj ti meritoj ato që thonë për mua gjatë gjithë kohës, këtu edhe kudo qoftë tjetër. Unë edhe si mësimdhënës i arsimit tash në vite që po thuaj se pak ose fare kam pa vetën si mësimdhënës, po ja që i bëra 9 vite prove pune, edhe aty kur marr lëvdata, kur marr kritike, kur marr vrejtje, gjithë i marr i shtin në xhep, edhe në shtëpi shpalosi se thom këtu ka diçka të mirë tek gjithë secila për tyre. Në fakt e ndron temën me tonë të drejtën, ti nuk do më fol për ty.
Jo, Dhe me pse thonë, jo. në thuhet, ne kemi nxjerrë dhe vazhdojmë për me nxjerrë më të mirën prej profesorit. Që nësë më ka do modelimi hiç as tek mësimdhënia, pra është ceremonia diplomimit në shkollën fillore me qemarit në Prishtinë, që është hera parë që bëhet në shkollën tonë. Okej, hera parë. Ceremonia po së maturantëve. E bëm një organizim si shpejt e shpejt, doli tjetë mirë, na shkojmë bare mirë, letë. Këtu në bashkë me një kolegë tjerë në muzikës i Hona, cilën e produkën foto, moderojmë emisionin, moderojmë atë ceremoninë e diplomimit të hiq më pak se gati 300 nxënësve të klasëve të nënta. Një sfidë interesante, po për mua nuk ishte forcë në shamsu me publikun. Po. Gjithçka shkoi mbare mirë, domthon përcolla klasën e 9 si vjet, do të marrë shtator një klasë 6, dash Zoti që të mbin edhe nxënësit, por më shumë se nxënësit edhe prindërit të mirëkuptueshëm, më të mirë, bashkëpunues, sepse pa bashkëpunimin e prindërve fëmijët nuk mund të kenë rezultatet e duhura. Unë kam pas fatin që me 2 gjenata që kam përcjell kemi bashkëpunim edhe mirëkuptim të jashtëzakonshëm me prindërit, dhe pastaj rezultatet janë pa tek fëmijët. E përmendëm që keni kaluar në një media tjetër, do të thonë tash që keni emisionin fundjavë me profën. Po. Në këtë rrugtim tjetër, tregom çka kam e pas edhe në shtator. Tregom për gjithë këtë, sepse unë e di që çdo format që e merrni ju, e merr me shumë dashni. E marrë përjetoj, s'ka fjalë që e marrë me seriozitet. Përposa asaj që kete zgjedhur shumë personalitete që janë të rëndësishëm në botën. Në rreth televizionit Pendimi, unë po i bëj gati 2 vite. Pendim, okay. Po, Pendimi, të dielave moderoj emisionin Drita së Vërtetës, që është emision fetar me hoxhallar të ndryshëm, me theks me hoxhën e nderuar Fadil Musliun, kurse të premteve, emisionin tim personal fundjavë me provën që mundohem të ik pjesës jo krejt, po të mos e trajtoj si çështje kryesore as pjesën fetare as politike, se nuk kemi zoti as me Allon Hakun fes, as me opozicion politik, se pastaj politik po dihet çka po ndodh, po thjesht me nderu njerëz të ndryshëm, mysafir të ndryshëm, duke nderuar ata mu përmes përgjigjës së ftesës, thjesht që ata t'japin këshilla, t'japin vretje, t'japin udhëzime për një diçka caktuar. Kam pas edhe kam mysafir psikolog, kam mjek ndryshëm, apo ka ndryshëm, domthon profesionesh nga më të ndryshme, ku gjithë secili prej tyre jep kontributin e vet në fushën e tij ose të saj. Dhe thjesht du me lënë gjurë që kushdo që i shef emisionet e mia, kushdo që i shef ato shkputet që bën, thjesht me përfitu diçka, me fut në zbatim jetën e tij të saj, edhe qoftë prej meje si arsimtari i gjuhës shqipe, si kujdestar klase, ose qoftë si moderator ose edhe pjesëmarrës në emisionet, të përfitoj diçka, do thotë mirë që dëgjova filan fistikun se më dol mirë, nuk isha ndje mirë sikur dikush kishte thonë kuku çu sa dëgjova se ndoshta kish dal mirë, që i bie se ajo ka dështuar në atë këshillën, nuk po them që jam ekspert, nuk po them që jam i gabuar nga asaj, thjesht me dhon ato që unë di, sipas mundësive, aftësive të mia, thjesht me nda gjithçka që unë di në dobi të tjerëve. Domthon nga përvoja dhe nga mësimet që unë kam marr prej librit, gjithmonë edhe prej mësimdhënësve. A ka filluar çështja e emisionit media të dalurit në publik me të bë një farë lloj stili jetës, apo ma thuaj të vërtetën këto? Se du me mbet në arkiv kjo në thuhet. Jo shumë. Unë i qëndroj. Asa e tekson. Unë i qëndroj besnik thjeshtësisë, unë i qëndroj besnik modestisë, nuk shfaqem, por e kam pa që njerëz tash kanë filluar me mnjoft, u ky moderatori, u ky musafiri aty, u ky tha kështu, aty u tha kështu, se po marr pjesën në televizione të ndryshme si i ftuar për tematika ndryshme si panelist, po. Veç për politikë kam vendosur mos më shku, kam marr pjesë, kam shku me një debat për fe, aty nuk kam vendosur të shku më. Thjesht nuk du me ngarku vetëm për te mundësive të mia, nuk du me marr përgjegjësi barr për ato që nuk muj mja dhon Hakun. Këtë kuptim kam hek dorë për këtyre 2 pjesëve, përndryshe për pjesët tjera si mysafir, kushdo që është shef të arsyeshme, shef të nevojshme, edhe vlerëson edhe mendon që mund të jap kontribut, është i mirëseardhur me mftu, nëse ata duan. Nëse jo këtë jemi në regull, apetu, në këtë në regull, më vazhdoj jetën time, si më me një formë, po, jo e një injorë në publik, dhe më thonë, nuk është... Pak, çfarë njohuri, pak. Më rëndësishme është më koni njohur të krijuesi se sa të krijesat.
kur të jemi të njohur te krijuesi, pastaj na bën të njohur te krijesat. Unë kam malet, kam vesh me një më marr vesh natë, me ato inshallah do vet ai më të mirën vesh, me këta tjerë poshtë pastaj. Po, ti ke arritë edhe më kanë i njohur edhe në mesin e mediave. Pak. Mandej disa deklaratave që ju ja qenë goxha të guximshme. Që unë për vete nuk kisha guxumin. Ato janë të vërteta, e vërteta është e vërtetë, edhe qoftë kundër nesh ajo. Sa do e hidhur qoftë ajo, e vërteta mbetet e vërtetë. E kuptoj, po që... Unë kisha pasur mos më konë ato që shtuan çashtu, mos më konë të tilla, po ja që janë. Shpejtim, pra po drejtohem me shpejtim, pavarësisht që po duam të drejtohem me profesor, me koleg, po muj sepse ajo edhe koleg, edhe profesor, edhe vetëm shpejtim në rregull. Aftësia të cilën unë dhe ju e kemi bashkë. Ne jemi veç ka fundi, edhe pse unë shumë kisha dashur me fol më gjatë. Kisha dashur me ndo shumë çka. Po unë di që ju e dini edhe njëpni... Po më duket që ndam. Shumë çka, nëse jo gjithçka shumë çka ndam. Jo, ne kemi ndam, unë jam shumë mirë njerëz. Unë jam shumë falendërues edhe për pas kësaj, unë të kërkoj shumë falje nëse të emocionova ose hyna në tema të cilat nuk ishe dash kur për mi folë. Unë thash që s'po flas edhe prapë folet. Kur më pyete për temën fjalën, vesh thash s'po flas, po e qova deri në fund. E qova deri në fund, hatërit edhe shikuesve, pa problem. Po, unë të çmoj dhe të respektoj, kështu që besoj që nuk e ke marrë për të keq këtë. Jo, absolutisht. Sepse fund ditës është një rrëfim i cili ti kime pas si një pasaport gjatë jetës përpos miqësisë që na e kemi bashkë. Për me mbyllat pjesën ku diskutuam ne dim jo pak raste kur njerëz, kur fëmijë të tillë kanë gjetë prindërit e tyre. Prindër, fëmijë, jo pak fëmijë që kanë pas fatin të rrëmbehen e jo të mbytur nga mjekët serb, sot kanë gjetë prindërit e tyre shqiptar kudo ku ka shqiptar nën ish Jugosllavinë e dikushme. Edhe ata që dëgjuan historinë time mund të nisin bëjnë kërkime për fëmijët e tyre, ose ata fëmijë për prindërit e tyre, po unë nuk po zgjas më shumë këtë pjesë. Jemi kënë rregull deri këtu, pa problem. Kujt kishe mi thonë më fal? Kujt kisha mi thonë më fal? Të gjithëve. Gjithë atyre që i kam ledu me apo pa dashje. Me dashje është më e rëndë kur lëndon dikë, me pa dashje është më e lehtë. Zotë është i madhënishëm, është i mëshirshëm, i falë të dy rastet, po ma letë ta falë kur ne lëndojmë, ose kur ne nuk duam të bëjmë diçka me qëllim, nuk duam të bëjmë diçka me arsye jo të mirë, jo të këndshme, kur ne duam. Domethënë, kërkim falja është në rast të parë për ata që më kanë sjellë në jetë, për çdo sekond që kanë met pa gjumë për mu, për çdo minutë, e çdo këtë jetën ata që më kanë, veç fakti që më kanë sjellë në jetë është nuk vetëm mjafton me u thonë falë selema për ato që më kanë bërë deri tek ky që jam sot. Kërkim falja shkon për gjithë ata, po them prapë që i kam lëndu me apo pa dashje. Qëllim se kam pas kur, po populli thotë gua pitulit, unë pak foli shumë nështë, kështu bëj shaka shumë, edhe i bëj tjerë të lumtur e të buzëqeshur, kështu që në qatë kuptim ka mund dikujt me jalë që unë e lavë që s'është dashje, ose nëse ka mendu që është marrë si e tillë, kjo kërkim falje shkon për gjithë pa dallim. Po faturat të cilat i ke pagu edhe atëherë kur nuk është dashni pagu, sepse je shumë mirënjohës edhe falendërues, edhe atëherë kur të tjerët hyjnë në hak. Unë jam ky që jam. Nëse unë e kaloj në nivel tjetër, atëherë nuk vret dallimi. Nështë edhe unë i kom hyrë në hak dikujt për çka dhe prapë po i kërkoj, po i kthejnë ajo kërkim falja. Por ata që më kanë hyrë në hak mua, e di Zoti i madhënishëm, nëse më kanë hyrë në hak me qëllim apo pa qëllim, me dashje apo pa dashje, unë për pjesën time e kam fal. Domethënë ti se Zoti fal edhe mëshiron ata që falin njëri tjetrin. Unë i kam fal ata, nuk jam unë mëshirues me i mëshiru ata, po me i fal i kam fal. Dash Zoti që kjo falje ime të bëhet reflektim për gjithë ata që më kanë bërë mua të padrejt, më kanë hyrë në hak, që të tjerëve mos ta bëjnë atë që më kanë bërë mua, kur do kohë që më kanë bërë diçka të caktuar. Pa veçu as pak kur gjë. Jo, unë kuptoj që edhe kur të tjerët ju bojnë më një keq, ndoshta edhe ju bë pa drejtësi, ju shkoni prapë edhe i adhuroni një lule. Kjo gjithmonë më ka bërë përshtypje. Du një mesazh për fëmijët e tu fillimisht, edhe du një mesazh të fuqishëm për krejt ata të cilët dojnë dhe të çmojnë dhe të vlerësojnë. Kamerat janë veç për ty.
Barë e madhi, pavarësisht asaj emocionit që e ka. Kërkesa ime e parë, ose porosia ime e parë është me dhonë dashni të pa kufishme, atëherë kur të tjerët lëndoj, me falë pa kufi edhe atëherë kur të tjerët prapë nuk të falin, jo kjo me u marrë dhe me u vlerësu si dopsie jotja, si frike jotja, si mosdije, si ignorancë, po përkundrazi, me u marrë dhe me u vlerësu si një vlerë e madhe, se ti je një njeri shpirt madh, se ti di me falë, se ti di me kesh e kur tjerët bëjnë me kaq, se sfidat, peripetit, edhe ato pengesat, edhe ato betejat, e të tjerëve ndaj teje duhet me të bëjë vesh më të fortë. Kjo porosi shkon për fëmijët e mi, si tha, të cilët uroj që të fillimisht kenë shëndetin dhe jetën e gjatë me gjithë fëmijët e botës, ta arrijnë kulmet e suksesës në karrierës, sepse e thash fillim të emisionit, vetëm një prind, ose vetëm prindrit dhe mësimdhënësit nuk ngopen me të arriturat e fëmijëve dhe të nxënësve të tyre. Unë nuk ngopem me të arriturat e fëmijëve të mi, prandaj, si çdo prind, nga ta pres falënderim, nga ta pres mirënjohje, nga ta pres respekt, nga ta pres vlerësim për neve si prind, për mua dhe bashkëshortën, për gjyshit e vetë, për vëlla e motër mes vete, për familjarët dhe për të gjithë ata që kontribojnë që ata t'jenë dikushi, dikur, si që të tjerë kanë bërë për mua që t'jem këtë që jem sot. Shpëtim për mu sonde ka qenë kënaqësi shumë e madhe, ka qenë privilegj për te asaj. Faleminderit për gjithçka, për mirësinë, faleminderit për modelin e mirë që e jepni në media, faleminderit për zonin që e ngrit edhe për ata të cilët nuk mujnë me ngrit. Kështu që unë jam falënderues, jam mirënjohës edhe sa e bukur është, jemi njohur në kushtet të tjera në media ku kemi punu bashkë, por mbi gjitha kam mësuar nga te që jemi njerëz, pavarësisht se çka ndodh gjatë rrugtimit. Gjithsesi, unë jam emocionuar shumë në këtë rrethim, në këtë bisedë bashkë. Kështu që jam falënderues edhe mirënjohës. Faleminderit që jep gjithçka televizionit dhe arsimit. Faleminderit për këto vlerësime, për këto fjalë të mira. Ta thash fillim që nuk kemi qenë konkurrencë, se ndoshta nuk ishmi sot meq ku jemi sot, do të vazhdojmë të jemi meq, gjithmonë, sepse si të tillë kemi pa njëri tjetrin qysh prej ditës tonë të parë, jemi njoft virtualisht, pastaj u njohëm edhe fizikisht, edhe miqësia jonë nisi me buzëqeshje, nisi me hare, nisi tamam sinqerisht, apo vazhdojmë të jemi meq edhe sinqerisht. Falënderues e mirënjohës për këtë mundësi. Falënderues e mirënjohës që Zoti fillimisht më ka bërë të mundshme që të jem ky që jem sot, që të jem ajo milingona, si në fushën e arsimit, si në fushën e medias, që me atë pak ujë, nëse s'mund të shuaj një zjarr të tërë, të paktën të rreshtohem, të kontriboj me atë pikë ujë diçka të fikit, diçka të mbroj për asaj të djegjes. Po them djegjes sepse vërtet media kur po keq përdoret, po djeg shumë, po djeg zemra, po djeg shpirtra, edhe po djeg edhe trupa dhe fizikisht duke nxit aty që nuk duhet me nxit urrejtjen edhe pastaj urrejtja po sjell pasoja, po sjell viktima. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit edhe vazhdo me qenë ai shembulli që na gjithmonë e shohim. Unë jam njëri prej tyre që të ndjek edhe të përcjellë, edhe misioni edhe pse kur nuk ta tham, kështu që bëj ti po jashtë kamerës. Faleminderit shumë. Nderuar që Zoti nderohet për ndjerin që ma bone. Faleminderit. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkë biseda me profesorin. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.